fundit. Selam aleikum o gjendëruar. Nëse një grua ka qenë është kurrizuar më parë dhe martohet me burrin e dytë, por ajo vazhdimisht ja përmend burrin e dytë ish burrit të parë. Çfarë gjykimi ka kjo sjellje dhe si duhet të veprojmë në këtë rast? Allahu ju nderoft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kjo ka një gjykim shumë thjesht. Ky zotnia do të më thonë edhe një herë me mëmë për me, ta vesh në mashtë e burrin e tretë, se dytin mos e ki. Çto është thjesht. Edhe nëse e përmend edhe njerë, do të më lëshu. Dietarët kanë përmend rregulla strikte kur martohet dikush për herën e dytë. Çaq do të më pas precizitet që kur mos më përmend as ngjarjet, as kur gjë hiç te burri tjetër. Bash zero hiç. Zero hiç. Për ndryshe, shkurëzimi. Për shkak se martesa, nëse ka përfundu, ajo do të më përfundu me gjithçka. Edhe ka nisë martesa tjetër. Është martesa tjetër, jo ajo ky, po është këtë ajo bas. Çka kjo këtu? Nuk lejohet as gruaja, as burri me ja përmend se s'u ka vish për gratë, edhe burri nëse ka martuar me një grua tjetër, tash me ja përmend kësaj, nuk lejohet. Por duhet më llogarit sikur ka harruar, s'ka ekzistuar hiç skur, edhe të më vazhdo jetën. Nëse vazhdon, do të më këshillua pa diskutim, edhe nëse përsëritet nuk ka rrugë tjetër vetëm se shkurëzimi, vallahu alem.